Dashi. Sot analizoni brenda vetes çdo impuls para se të merrni vendime. Në çift, sinqeriteti do të krijojë hapësira për biseda të hapura dhe të sinqerta. Provoni eksperjenca jashtë rutinës për të forcuar lidhjen dhe për të gjeneruar emocione të reja. Beqarët mund të takohen me persona interesante, por shpesh të ndihen të pasigurt rreth ndjenjave. Mos nxitoni për përjetime të thella, dashuria e vërtet mund të vijë në mënyrë surprizuese. Në punë, humori juaj mund të luhatet, por rezultatet tuaja të mëparshme do qetësojnë sytë kritik. Financat do të përmirësohen fal një burimi të papritur të ardhurash që nuk e prisni. Mbani ekuilibrin midis ndjesive dhe arsyetimit. Shijoni momente spontane, por sigurohuni që të ruani plot përgjegjësi ndaj vetes. Demi. Ditën e sotme, hidhni hapa me vetdije të madhe, duke vlerësuar çdo ide para se ta ndreshni në praktikë. Në partneritet, Venusi ju fton të silleni me butësi dhe reciprocitet. Dhuroni mirësi pa e pritur menjëherë shpërblimin. Çiftet do ndjejnë njëri më këmbje të pasionit, ndërsa ndryshimi i vogël i rutinës do sjellë afrohet dhe magji në marrëdhënie. Ju beqarët do gjeni mundësi takimesh që zgjojnë kurreshtin, por prisni pak para se t'i jepni zemrës fjalën e fundit. Në planin profesional, ide të reja do vlerësohen nga kolegët, sidomos nëse shfaqni qasje inovative. Buxheti do stabilizohet pas disa shpenzimeve të kujdesshme, shmangni rreziqet e panevojshme. Binjakët. Sot, orari juaj do jetë më fleksibël, duke ju dhënë mundësi të realizoni dëshirat të vogla e të mëdha. Në jetë sentimentale, edhe nëse ndjeni lodhje, përpiquni të ruani hapësira për dialog dhe mirëkuptim. Një buzëqeshje e vogël ose një veshtim ndryshe mund të ndezë pasionin mes jush dhe partnerit. Beqarët do të rriqen nga sharmi i atyre që takojnë papritur. Provoni të komunikoni hapur për interesat tuaja të përbashkëta. Në punë, durimi do sillet në favorin tuaj. Mos nxitoni, por analizoni detajet para se të firmosni dokumente të rëndësishme. Financat mund të kërkojnë marrjen e një huaje të vogël, planifikojeni mirë shyrjen. Daforia. Sot të gjeni kënaqësi duke ndihmuar të tjerët të kapërcejnë sfidat e tyre. Kjo sjellje do ngrej vetbesimin tuaj. Në çift, energjia romantike dhe sensualiteti do ringjallën, duke rikthyer emocionin e fillimeve. Ndiqni zemrën kur shprehni vlerësimin për partnerin dhe pranoni surprizën e vogël që mund t'ju presë. Ju beqarët mund të ndaloni së menduari për banën e së kaluarës dhe të hapni një kapitull të ri takimesh emocionuese. Në punë, sfidat e vogla mund t'ju shkaktojnë dyshime, por përqendrimi do ju ndihmojë të arrini objektivat e ditës. Menaxhoni buxhetin me kujdes, shmangni shpenzimet impulsive që mund të prishin balancën e financave. Luani. Kjo ditë kërkon ekuilibër midis dëshirës për stabilitet dhe nevojës për aventura. Në çift do të ndiheni tërheqës dhe do kërkoni momente të posaçme për dialog të thellë. Kujdes mos e sakrifikoni bazën e besimit për emocionet kalimtare. Beqarët mund të shkëlqejnë në takime sociale fal magnetizmit të tyre natyror. Shfrytëzojeni këtë forcë për të krijuar kontakte të rëndësishme. Në punë do dini si të manovroni me zgjuarsi dhe të merrni vendime që nxisin përparim. Individualizmi i vogël sot mund të çojë në rrugë të reja suksesi. Buxheti kërkon kujdes, shpenzoni me maturi për të ruajtur ekuilibrin. Virgjëresha. Sot strategjia dhe durimi do jenë aleatët tuaj kryesor. Planetët ju mbështesin në planifikimin e detajeve, duke ju ndihmuar të arrini objektiva me precizion. Në marrëdhëniet sentimentale, përpiquni të thoni po eksperimenteve që ruajnë freskinë. Monotonit mund të tundojnë rutinën. Beqarët do përjetojnë ndjesit të forta dhe do ndihen tërheqës, ndaj mos hezitoni të ndërmerrni hapa të guximshëm. Në punë, kërkohet një formim shtesë ose një trajnim i shkurtër për të avancuar. Mos e anashkaloni as aspektin financiar. Menaxhojeni buxhetin me kujdes dhe shmangni shpenzimet impulsive. Shfrytëzojeni çdo mundësi për të përmirësuar situatën tuaj monetare. Peshorja. Sot të ndiheni më të hapur ndaj kontributit të tjerëve dhe do dëgjoni me vëmendje sugjerimet e kolegëve. Në çift, krijoni atmosferë qetësie duke ndarë momente të vogla intimiteti. Madhësia e tyre do jetë surprizë. Beqarët që kanë ndier boshllëk, tani mund të kenë një takim premtues dhe të papritur që zgjon kuriozitetin. Në punë, kërkesat e brendshme për përsosmërinë mund t'ju lodhin, ndaj mos harroni të bëni pauza të shkurtra. Hëna ndikon pozitivisht te financat. Shanset për të kursyer rriten pasi situata do fillojë të stabilizohet. Mund të hiqni disa lekë me një përsynim nga fatgjata. Akrepi. Sot të ndjeni të gatshëm të negocioni dhe të hapni dispytë për çdo temë që ju intereson.
Në çift, shmangni pritshmëritë e tepruara. Partneri nuk mund t'ju plotësojë çdo dëshirë. Hapi I parë për harmoninë është të pranoni realitetin dhe të ecni gradualisht drejt qëllimeve tuaja. Beqarët nga ana tjetër mund të takojnë persona apasionantë që ngjallin emocione të forta menjëherë. Në punë, sfidat do jenë më të shumta, por kolegët do jenë mbështetës në momente të kyçe. Financat do jenë më të mira se sa prisni, ndoshta për shkak të një trashëgimie ose dhurimi të papritur. Shigjetari. Sot duhet të tregojeni të kujdesshëm me shumën planetare që mund t'ju bëjë të padurueshëm. Bëni çdo hap me maturi dhe shmangni vendimet e nxituara. Në çift, ulni pa kënaqësi dhe përqendrohuni te momentet harmonike. Ndonjë debat I vogël mund të shndërrohet në zënk të panevojshme. Beqarët do jenë të pasigurt për zgjedhjen e personit të duhur. Pritni pak para se të hidhni hapa. Në punë, fjalët dhe gjestet duhet të jenë të matur për të mos krijuar konflikte. Buxheti nuk do jetë problematik, ndaj mos keni frikë të kryeni shpenzime të domosdoshme. Britsjapi. Sot të ndjeni të qiruar dhe të gatshëm të realizoni gjërat që keni menduar se ishin të pamundura. Në çift do të rindisni pasionin dhe mund të ndjeni si në ëndër gjatë momenteve romantike. Beqarët do jenë plot energji dhe të hapur për aventura të reja sociale. Rëndësi ka të mos ndjeni vetmin dhe të mos rrëshisni në rutinë. Në punë, dita do jetë se çepton ndonjë lëndë të madh, por aktiviteti rutinor do vazhdojë në mënyrë të qëndrueshme. Financat do jenë të qëndrueshme, duke ju lejuar të shpenzoni pak më lirshëm pa frikë nga borxhet. Ujori. Sot, pozicioni I Uranit dhe Hënës mund të sjellë sfida të vogla në komunikim dhe organizim. Përpiquni të qëndroni koherent dhe të shmangni ndryshimet drastike të disponimit. Në marrëdhënien sentimentale, zbutni tonet tepruese dhe tregohuni më tolerant me nevojat e partnerit. Beqarët pa pritmas mund të takojnë ditë që zgjon emocione të forta, mos e injoroni këtë ndjesi. Në punë, dita mund të duket monotone, por durimi do ju ndihmojë të kaloni orët më shpejt. Financat do jenë të balancuara, do dini se sa të shpenzoni dhe sa të kurseni për të ardhmen. Peshqit. Sot mund të merrni një vendim të rëndësishëm që do influencojë rrugën tuaj afatgjat. Vetbesimi do jetë në nivel të lartë, duke ju dhënë kuraj të veproni me siguri. Në çift, surpriza e një udhëtimi të ëndërruar mund të rigjallërojë pasionin dhe të forcojë lidhjen. Beqarët do kenë disa takime interesante dhe aventura emocionale që I bëjnë të ndihen mirë menjëherë. Në punë, kritika e ndershme ndaj vetes do rrisë performancën tuaj në detyra komplekse. Financat do jenë stabilizuese, megjithse duhet të keni kujdes me blerjet e kushtueshme për të mos prishur buxhetin.